الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin e gjithë kësaj gjësie. Falenderojmë Allahun që na ka krijuar. Falenderojmë Allahun që na ka udhëzuar. Falenderojmë Allahun që Muhammedin alayhi salam na ka dërguar. Salatu dhe selam qofshin mbi këtë burr, i cili ka ardhur në shirë prej Allahut për t'i udhëzuar njerëzit në rrugë të drejtë, për ta gjetur rrugën e vërtetë, për të qenë të kënaqur në këtë dunja dhe të takohen me Allahun në qenë faqe bardhë. Lutem Allahun xhelalu ala që na bën prej tyre. Lutem Allahun që na bën neve të fortë. Lutem Allahun xhelalu ala që famtonat na portojnë këtë Islam dhe të mos na bën të luhatshëm. Nisën nga lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë në një subim i ngritë dur të ardhësa: Ja muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala hadha ad-din. O ndryshues i zemrave, forcoma zemrën time në Islam. Dhe pyetën pejgamberin alayhi salam sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, a ti e dyshim të aja, a friksohesh? Po pejgamberi alayhi salam: Vërtet zemrat e njerëzve ngjitet me zgjisat të Allahut. Vetëm në ndërron dhe humbë gjendje njeriu. Sa rregullon dorën edhe vot popullit, sa rregullon dorën njeriu mund të ndryshojë. Këtë moment jesh në të mirë, në atë moment mund është me ndryshojë me bon një fejtit tjetër, do të thonë gjenaze. Atë herë të ndëruar vëllezër muslimanë. Ai i cili thret në rrugë të Allahut nuk ka fjalë më të mirë. Dhe Allahu këtë e dëshmon dhe thotë: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Nuk ka fjalë më të mirë se ai i cili thret në rrugën e Allahut dhe vepron vepra të mira dhe thotë: Unë jam prej muslimanëve. Krenohu të ndëruar vëllezër muslimanë. Unë sot do t'u përkujtoj një hadith të pejgamberit të shkurtër, me qëllim se ne kemi nevojë për këtë hadith të përkujtojmë çdo ditë, jo nganjëherë. Edhe pse u kemi përsëritur rreth të rrugës së përsëritur prapë se Allahu do të vëllëkë fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Allahu do të përkujtoj besimtarë se përkujtimi i bodovi. Nga ky aspekt, nga ky verset kuranor që të përkujtoj këtë hadith, të cilën transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Në njeriu ishte duke i dhënë vaj. Ka vaj, shill, ishte duke i dhënë shilla të mëdha. E dëgjon nevojën e pejgamberit alaihi salam. Dëgjon desën e pejgamberit alaihi salam. Një njeriu. Ku shumë hadëvar tonë Allah i uzot, pritojnë me moj besë me dy tre vetë. Me e po zamin këtë flet. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni, anë Abdullah ibn Abbas qal, thot Abdullah ibn Abbas ka thënë pejgamberi alayhi salam: Li rajulin, për një njeri, po huwa yu'idhu, ai më i këshilla dhe. E sa me pra, në lyp numër të madh. Atë e mos sallallahu alaihi wasallam, mashallah. Po në qoftë se një njeri edhe ti bën se të njeri me uzull rrugë të Allahut, nuk ka sen më të madh në këtë dunjë. Sa më të thonë këtë duja. Këtë duja më të thonë. Më punë e jotja, nëse të thonë, në të kjera për shprejnë këtë punëtimit. Nëse të thonë më punë duja e jote, krejt. Dhe e rësoj, dhe pesha rësoj, u zonë se të një njeri rrugë të Allahut me drejtuve. Ajo, e kemë rritë. Për të rrëshë e kur, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar, ai i cili bëhet sebeb se një njeri me udhëzue, nuk ka thënë më të mirë se ai i cili ka udhëzuar njeri. Atëherë, duke mos kubën kokë, ndëgjojmë këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që më parë përkujtoj vetvete, madje edhe juve, sepse jemi në kohën e pushimeve varrore, që shumë prej muslimanëve
që shumë për i muslimanve ka punue që të 2-3 mujtit dhe ka ndo pare për në shkua që me hidu Allah në beti, e ka ndo pare edhe nuk ka mendu ndërsa asnjëherë me proceduar emrin Allah subhanahu wa ta'ala. E para të pejgamberi alaihi iqtanim hamsa qabla khamsi, dhija u dherën 5 në para se më to 5 tjera. Dhija 5 dherën 5 gjërave, sa të kishë ndodhë, para se më to 5 tjera. Sikur se të populli, sa të kishë zogë ndodhë që për ti, shkoj. Edhe kjo, që hadith e ka këtë kuptim. Sa të kishë zogë ndodhë noja mirë, se zogë të gjore më në shumë të tjetre. E para më të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ki burri për i thot shëbabët kable herë. Dhja vlerë në ri, sonë të e ri. Se për vjen herë, leksia jote, pa di hava. Allahu Gjallu wa Ala, pejgamberi sallallahu ka përmen gjallën e herë. Herë është moja e piramidës. Kërke hima e piramidës mo, ose ke mërzuar të Koma në në shkua. Herën dhe më dhënë është moja piramidës të shrisë të e mo s'kima të t'i ka shka. Vetëm pritës të të qërë popullorë në një pomë në rdhej e njëmi dhej. Pritës një dhe që e hafë një gropë për ty. Një gropë. A të ndërrua dhezë. Dhe janë dhe në remi se të gjithë të jemi të rritë. Edhe a i cilë është plak. Edhe a i cilë është plak. Në këtë aspekt, në këtë kontekst është i rritë. Dhe se a i eksplozon, përse në 1 minutë, mund të më fitu shumë të mafët moja, po dhe me 1 minutë. Sekund, mund të fitu gjenaat moja. Do t'ja Allah gjellu ala, dhe kjo kima pejgamberit e Islam, dhja mërë në rrimi i thonë në parë të më torë të letria, të shumë të të zvejnijën duke thonë, si shajri, rinija juve, po që pa bëndë t'i kure punë i rime. Atëherë thonë, mos të marë në shembull asë njëri, por vetë zvejtën tonë, e s'punojni, Bunojnë nga atë të qyjtë nga të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, sepse në rinijë o vlezër, do të e për është sikur se me dhe dritën të knatës. E këto me nërë po dritë. Por se të letërija si me dhe dritën të tarë, a pa e ka këmanë, vetëm një që do për të dritë, se s'ma vynë atë gjë, se kemë dhjeve më ma. Atëherë po, shumë për nërë do të letëri, mundohë nuk të kur në përgonë, por nuk e ka vlerën o pasnishin rinjë një të letëri. Por, dhe Allah Gjallu Ala mundesh me fitu gjenetit edhe në të qri, para të tek. E dyta, dhja vlerën të pejgamberit dhe islami shëndetit para se të doa smundja. Dhe e gjej po të gjypon. E sot, me të sakat, me një pon. Mundesh me thonë, valla, të kësha po, gjypon një shanë shkuet. Pa qaj po të të shkuet. Pa kej pa paralizum, që nuk jo në gjami, ka të gjene në shku në gjami. Dhja vlerë në Allah dhe në dashë. Shëndetit të në shkaka Allahu Gjellesanu. Dhja edhe shfrytëzoja ata në ibadet të Zotit Gjellesanu. Se vëllahi, billahi, kur shkon aja të rrugë smundja, rruna zënë i kam tërë, apo gjek me me të. Dohet me nejtë mu përkur dhe herë në të hije, herë në të. Dohet të prit familje këtë dhe rikur për të të këtë dënjoje. A të herë të në shkak. Por dhe në këtë moment, edhe në këtë moment, bashkë dhe a i cilë mund për i smundje, ka me vjallë, Allah në gjënarë, por e problemi që ti, si njeri, më të bërë vetë, më thonë, si shakon i shnurë, po për t'jesh i shnurë, pregaditë për të letëri për smundje të tane, sepse, sa t'jesh i shnurë, puna mirë, ma dhe për smundje, që edhe më danë, e të pumba ja, por për të Allah në pumë, para tyri se a i cilë një jetë, të mirë, Allah i ara e zë, si me bo, por të shohës, dhe në 700 të rope, në 700, atëherë të arke po atë këri që do e smurë të topër, e shumë të smurë të të që isha konë shumë të mirë, isha shku me vizitu filamin, isha shku me bokta, isha bokta, por kur shërojë dhe harën fetate. Ma ndaj, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e treta, shilën të bjerë të burrit, të të dhja vlerën pasurit, të të që pasër, se për vje valëbrija, mund në bëkur, dhja vlerën pasurit, të të që pasër, se për vje valëbrija, mund në bëkur, e shumë njerë, pasi të rrugë valësia, ju bje menë që do të në dhe gjatë. Kur të rrugë valësia, e dhezë që ka të thonë dhe gjatë, e gjashtë me to. Tusë një vla, Allahut, të të aji të li po pasëri, duhet me kry portin e ti, në pasërin e ti. E këtër të, dhja të kohës të lirë, që kjo fika jonë, dhja dhe në kohës të lirë, parë të më tonë zonja. A nuk e i lirë, për, të gjithë zënë që të jenë të lirë, të gjithë nuk kanë obligime me shku në shkolla, dhe të gjithë prejtët mendojnë, që ata mi zonë.
qysh me qitë me qitë sigare, qysh me qitë me shku në deti, qysh me shku atje, dhe asë njeri për ndonë që me ndonë, përveç disa prej aktime të vogla, qysh me orizu ata, që shpaku, me enat 12 muajve, që ta 2 muaj dhe që i papu qenë, ta kujton Allahun, nëse fëmija ju të shënë Allahun, nëse fëmija ju të beson Allahun, është fëmija ju, nëse fëmija ju të beson Allahun, nuk e beson Allahun, është fëmija i drejtit e atëhere, se nuk për nga fëmija ju, se të djale ka ka për mund edhe dur me ta. Atë të ruar lëzër sutria ju ka nevoj të madhe, që rinin tonë i orientuën e për gjami, ku dhe me drejgja, pak qili, pak i Kristinës, ka hapë konkurs për të gjithë ata të cilët, e më dhe me shkuj, që të shërojnë, pa nuk më shkupizuar, pa le të taktuar, më shkurën me drejtën 2 muaj, 1 muaj dhe të fejnë, një korrikus, dhe me një gusht, me mësu fejnë islame dhe hoxëllarve tyre, në lokalit e me drejtës. Atëherë zëtër, i keni obligim të smite juaj, të cilët jenë të lirë, që anë i para të t'jenë shkolla, për me mësu dhe qka për fejnë Allahut. E betëm, dhije të të dhejrën i jetës, para të me tavë vdekja. E atëherë, për vje vdekja, për fundës dësen, që ka unë pejgamberi a.s. sallallahu a.s. Kur vdes njeriu, anë këtë dënja, ku të lidhët e tina me këtë dënja, përveç 3, e para sa ka punu vetë. E ka shpërëzur rinin e vetë, shëndetin e vetë, pasurin e vetë, kohën e lirë, e ka shpërëzur jetën, aja ka me shkua tina bejnë i dhe pas vdekën tina. E dyta, kalon fëmi, të cilët e përkujtojnë babën dhe lodin, edhe treta, e cila kalon një dije, një shkenë, sa kanë dobi njerë dhe përshtaj, kanë në pas dobi, kur të tjera, putën, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot njeriu të vorë dhe sojnë 3 gjëra. E qënë pasuria vetë, e qënë vazhëllokoj vetë, edhe e qënë veprat e veta. Të 2 kthehen një jetë me të. Ata që kthehen vazhëllokoj vetë dhe pasuria vetë, dhe a i që jetë me të vepra e tina, nëse ka punu mirë, do të jetë një shok i mirë me të. E nëse ka punu keq, do të jetë një shok shumë i keq me të. Sot një Allahu të dalë për musliman, mos lejoni që të shkon këtë pushim për fëmijët e juaj pa përfituar. Qoftë edhe ju vetë, edhe se ojë të cilët e keni bëu planë shkuën për pushime verore. Sot një Allah ka disa jetima të keni. Se ju në atoj që ma mirë ha 10 milion para për trenit, kurse sot ju thëm juve se se të keni njetë më shku në deti, haram një kohë, shkullje në detin e se do t'i leni parë dhe ju për trenit, për jetimat e trenitës. A disa jetimi në metë, pa po, a zinë sa trenitakët kanë metë, pa kullëm i kry halat. Do t'i Allah të haram i kohë që në të pore i t'i shëni, e nuk i të imani vëzrëshuri. Ashtu pja sej, se ju përna sani haqive të unë se në të shumë në zini i fënë parët, më shkur me kry obligimin e Allah, gojët e t'i sa, për shkojnë haqë në e gjufë të në trenit. Kurse që ata që kanë kohë, bashkë i kemi lësëtue, nuk kanë qenë ata të cilët kanë të mu trenitës, po i kanë ty kryet e të mbëllat, apo në për teranë të i. Ja ka shkuj venin vetë si, shpinë venin vetë. Po ata muslimon që shkënë haqë, ata që janë gjërën Ramazanin, ata që shkënë të e forë namazin, kanë qenë vestik që të kanë rojë këtë vetë. Po ata Allah e në rohë. Dhe ata të cilët e harrojnë gjafën e dëshmorve, që ne kemi harruar, Allah u qëtër mbela ka me najgjue, e nuk keni me pohit, e Allah ka me najgjue mbela për tjevën të fartisht. تطيع الله سبحانه وتعالى أدعو الله إن شاء الله من أبيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تعظيما للنبي وتكريما لشخصه فقال عز وجل في قائد مخبرا وعنورا إن الله وملائكته يصلون على النبي